Në ditën ndërkombëtare të përkthimit, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit ka mbajtur një takim me përkthyes, jo vetëm për të shënuar festën e shënjeronimit dhe ditën ndërkombëtare të përkthimit, por edhe për të diskutuar sfidat e përkthimit në ditët tona. Por është përkthimi letrar një domen i inteligjencës artificiale. Përkthyesit shqiptar duke se refuzojnë duke lënë atë pasporte. Mendoj që inteligjenca artificiale do na ndihmojë teknikisht për të mos u vonuar shumë kur kërkojmë shprehje të vështira ndërlikime, do na ndihmojë në këtë, por nuk e zëvendëson dot atë punën e vërtet të njeriu. Unë nuk e kam përdor, unë mendoj se puna njerëzore, puna e nxehtë, e trunit njerëzor është më rezultative. Çdo punë krijimtare e don njeriu. Dhe njeriu derisa është shpiksi i inteligjencës, është edhe kufini i saj, është edhe limiti i saj. Inteligjenca artificiale ka prekur edhe fushën e përkthimit letrar. Nuk mund të ofrojë dhe nuk mund të jap atë që përkthimi letrar i bërë nga njeriu mund të ofrojë, sepse në fundit është thjesht teknologji. Nuk mund të kap të gjitha nuancat emocionale, stilistikore, kuptimore të tekstit. Në fjalën e mbajtur gjatë kësaj takimi, përkthyesi dhe poeti Primosh Llaku pati edhe një qasje tjetër sa i takon përkthimeve në gjuhën shqipe. Ai tha se përkthimi shqiptar nuk ka një shkollë. Kemi qenë me fat që nuk kemi pas një shkollë përkthimit, sepse shkolla përkthimit nuk krijohet pa kritikën e përkthimit. Nuk kemi pas një regjim të ngurtë, siç ka qenë e ngurtësuar me gjuha dhe e gardhuar me mirë. Çështja e përkthimit me inteligjencë artificiale është tashmë një çështje botërore për shkak të mënyrës se si inteligjenca artificiale ka hyrë në jetët tona dhe po përdoret masivisht nga gruposha të ndryshëm, por edhe profesionistë në vende të ndryshme të botës.